Mbani banane në shtëpi dhe e përdorni në këtë mënyrë, nuk do vuani kurrë nga këto 3 probleme. Ne të gjithë jemi rritur duke dëgjuar një mollë në ditë mban mjekun larg, por rezulton se përfitimet e bananes në ditë mund të jenë po aq të mira. Bananet janë të mbushura gjithashtu me vitamina dhe minerale dhe lëndë ushqyese shumë të rëndësishme për dietën tuaj. Dhe nëse hani një banane rregullisht çdo ditë, ajo do të ndihmojë në ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm. Me fjalë të tjera, ngrënia e një banane në ditë është e dobishme në mënyrën se si mund të qëndroni të shëndetshëm. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sidoqoftë është e rëndësishme të mbani në mend të mos e teproni me ngrënien e bananes. Sipas Healthline, duhet t'i përmbaheni rekomandimeve të 1 ose 2 banane në ditë, por jo më shumë se kaq. Të ngrëni tepër i çdo ushqimi, qoftë edhe një ushqim i shëndetshëm si bananet, mund të çojë në shtim të peshës ose mungesë të lëndëve ushqyese. Përfshirja e bananeve në dietën tuaj do t'jap rezultate të mira për shëndetin e njeriut. Ndaj konsumi i tyre në mënyrë të rregullt, sigurisht që do të jetë një aleat i çmuar në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Konsumi i bananeve çdo ditë do të rrisë energjinë trupore. Bananet janë një ushqim shumë i mirë me zvaktësh që mund të merren me vete, sepse sigurojnë karbohidrate në formën e sheqerit që lirohen shpejt, dhe trupi juaj mund t'i përdorë për energji në mënyrë të ndryshme. Pas një stërvitje intensive, trupi e përdor këtë karbohidrat për të furnizuar dhe riparuar fibrat e muskujve, të cilat mund të jenë edhe të zbërthyera. Pas ushtrimeve vetit ushqyese të bananeve gjithashtu mund të ndryshojnë. Bananet janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj, dhe konsumi i tyre në mënyrë të rregullt sigurisht që do të jetë një aleat i çmuar në këtë aspekt. Bananet janë të mira edhe pas palestre. Ato e gjithashtu janë të pasura me kalium, element të cilët do të ndikojnë pozitivisht në rritjen e vlerave të trupit. Bananet janë të pasura me kalium, dhe si të tilla do të ndikojnë pozitivisht në shëndetin tuaj në mbajtjen larg të këtyre komplikacioneve. Bananet do të përmirësojnë sistemin tuaj tretës, do të japin rezultate fantastike në këtë aspekt dhe mbi të gjitha do të mbajnë larg edhe komplikacionet e tij. Çdo banane përmban rreth 3 gram fiber. Fibrat e banane ndihmojnë për të parandaluar kështu kapslëkun, fryrjet dhe simptoma të padëshiruara të tretjes. Fibrat e banane ndihmojnë në rivendosjen e mirëmbajtjes së funksioneve të rregullta të zorëve, sepse lidhet edhe me mbeturinat dhe toksinat brenda traktit tretës, duke ndihmuar që t'i nxirri më lehtë ato nga trupi juaj. Bananet janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese, janë një burim i mirë i manganit dhe ndihmojnë gjithashtu në humbjen e kilogramëve të tepërt. Bananet janë të ulta në kalori, të pasura gjithashtu me fibra dietike, një lëndë ushqyese e rëndësishme që ndihmon për të mbushur për më gjatë. Në fakt, disa studime sugjerojnë se konsumimi i lartë i frutave dhe fibrave të pasur mund të shoqërohet me humbje të peshës me kalimin e kohës. Për këtë arsye, shpesh bananet rekomandohen edhe si një zgjidhje mjaft e mirë në çdo aspekt. Përmirësojnë funksionin e veshkave. Bananet janë të pasur me kalium, një mikronutrient që luan një rol qendror në pothuajse çdo aspekt të shëndetit, veçanërisht kur është fjala për funksionin e veshkave. Disa studime sugjerojnë se ngrënia e më shumë bananeve në ditë mund të ndihmojë në ruajtjen e funksionit të veshkave, madje edhe në mbrojtjen kundër komplikacioneve të tyre. Sipas Healthside, bananet do të mbështesin edhe shëndetin e zemrës. Bananet janë të pasur me disa lëndë ushqyese të rëndësishme që mund të ndihmojnë në mbajtjen e zemrës suaj më të shëndetshme dhe më të fortë, duke përfshirë kalium dhe magnez. Kaliumi në veçantë ndihmon në rregullimin e presionit të gjakut për të parandaluar tendosjen e tepërt të muskujve dhe zemrës. Konsumi i lartë i kaliumit jo vetëm që e lidh me zvogëlimin e rrezikut të goditjeve në zemër, por gjithashtu ndihmon në zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve koronare dhe sulmin në zemër. Bananet gjithashtu përmbajnë dozat e larta të magnezit, rreth 8% për vlerat të përditshme që rekomandohen në çdo shërbim. Magnezi është i përfshirë mbi 300 reaksione enzimatike që është thelbësor edhe për shëndetin e zemrës. Në fakt, mungesa e magnezit mund të lidhet gjithashtu edhe me kushte kronike, siç janë presioni i lartë i gjakut,
diabeti, nivelet e larta të kolesterolit, gjithashtu edhe të triglicerideve. Bananet janë një zgjidhje shumë e mirë për të shtuar vazhdimisht në dietën tuaj. Arsyet pse duhet të konsumoni banane pa u menduar gjatë. Ato ndihmojnë në parandalimin e një mori problemesh dhe gjendjesh, duke u bërë kështu diçka që duhet të shtohet me patjetër në dietën tuaj. Ato janë të mira në qetësimin e nervave. Bananet janë të pasur me vitaminën B që ndihmon në qetësimin e nervave. Vitamina B përmban dhe rregullon nivelin e glukozës në trup, të cilat ndikojnë në gjendjen tuaj emocionale. Janë të mira kundër anemisë. E pasur me ekur, bananet mund të stimulojnë prodhimin e hemoglobinës në gjak dhe kështu ndihmojnë edhe në rastin e anemisë. Janë të mira kundër depresionit. Sipas një studimi të kryer nga Mind, në mes të njerëzve që vuan nga depresioni, shumë prej tyre janë ndjerë më mirë pasi kanë konsumuar banane. Kjo është për shkak se bananet përmbajnë triptofan, një lloj proteine që trupi e shndron në serotonin, që njihet si relaksues, përmirësues i gjendjeve emocionale dhe në përgjithësi bën që të ndiheni më të kënaqur. Bananet janë të mira kundër shtypjes së gjakut. Ky frut unik tropikal është ekstremisht i pasur me potasium dhe në sasi të vogla të kriprave, duke e bërë të përsosur për të mundur shtypjen e gjakut. Është e mirë gjithashtu për dhimbjet e kokës. Përgatisni një milkshake me banane duke e përzgjedhur atë edhe me mjaltë. Bananet të qetësojnë stomakun, kurse me ndihmën e mjaltit do të rrisni nivelin e zvogëluar të sheqerit në gjak, ndërsa qumshti zbut dhe rihidraton sistemin tuaj. Bananet janë të mira kundër sëmundjeve të mëngjesit. Kjo manifestohet në fillim të shtatzanisë ku gratë kanë të vjella në mëngjes. Me ngrënien e bananeve në mes të ushqimeve ditore, ndihmoni nivelin e sheqerit në gjak të rrijë në nivele të qëndrueshme dhe të shmangë edhe sëmundjet e mëngjesit. Bananet janë të mira gjithashtu kundër pickimit të mushkonjave. Para se ta aplikoni kremin kundër pickimit të mushkonjave, provoni të fërkoni me të brendshmen e lëkurës së bananes përmbi vendin ku jeni pickuar. Shumë njerëz kanë treguar se është me të vërtetë e suksesshme në zvogëlimin e entjes dhe irritimit. Bananet janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin e trurit. Në një studim në shkollën e Anglisë janë munduar që të ushqejnë studentët e tyre me banane, dhe ata të cilët i konsumonin ato patën një performancë më të mirë në nxitjen e kujtesës. Bananet janë të mira gjithashtu edhe në tretje. Bananet ndihmojnë që të ktheni aktivitetet e jashtëqitjes në gjendje të rregullt dhe kështu do të kaloni problemet e kapslokut pa pasur nevojë të përdorni laksativ të ndryshëm. Bananet janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për ulçrat e stomakut. Bananet përdoren si ushqim kundër çrregullimeve të zorrëve për shkak të materies së butë të tyre. Gjithashtu neutralizojnë aciditetin e tepërt dhe zvogëlojnë irritimet mbështjellëse të stomakut. Bananet janë të mira gjithashtu kundër çrregullimeve. Është një efekt në formën e depresionit që ndodh te disa njerëz gjatë ndonjë sezoni, sidomos kur jeni më pak të ekspozuar në diell. Bananet ndihmojnë ata që vuajnë nga kjo gjendje për shkak se ato përmbajnë triptofan, rregullues natyral i gjendjes emocionale. Bananet janë të mira gjithashtu edhe për duanpirësit. Bananet ndihmojnë ato të cilët duan të provojnë të lënë duhanin. Vitamina B6 dhe vitamina B12 që gjendet e bananet, gjithashtu potasiumi dhe magnezi, ndihmojnë në trupin të lehtësohet edhe nga shkëputja e efekteve të duhanit. Bananet janë të mira gjithashtu kundër problemeve të stresit. Potasiumi është një mineral vital i cili ndihmon në normalizimin e rrahjeve të zemrës, dërgon oksigjen në tru dhe rregullon balancin e ujit në trup. Kur jeni të stresuar, ritmi i metabolizmit shpejtohet, kështu zvogëlohet niveli i potasiumit. Këto mund të ribalancohen me ndihmën e bananeve që janë shumë të pasur me potasium. Bananet janë të mira gjithashtu edhe kundër sulmeve në tru. Sipas ullëtimeve të The New England Journal of Medicine, ta hani banane si pjesë normale të dietës mund të zvogëlojë dukshëm rrezikun e humbjes së jetës nga pikat në tru për gati 40%. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.